Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot kemi një menu të thjeshtë dhe të shpejtë. Kemi një tavë me krapule, një supë kërpudhash, kemi komposto ftoi dhe pilaf bullguri. Pilafi del shumë i shishëm, nuk e di se si e gatuani pilafin e bullgurit, po kësaj radhe do të mësoj një metodë ndryshe për gatimin e pilafit të bullgurit. Krahët e pulës dalin sikur t'i kemi bërë në zgar, sepse i kemi lënë përsipër, kurse pjesa poshtë e patateve, specave dhe patlıgjaneve del si një gjell, pra si garnitur për t'u shoqëruar me këto krah pule. Supa e kërpudhave është shumë e shijshme, ju sugjeroj ta provoni. Kemi gjithashtu komposto ftoi, që është shumë e shijshme të dashur miq, ju sugjeroj që në këto ditë një komposto ta përgatisni. Le të fillojmë nga puna. Si fillim të dashur miq, këto krahët e pulës unë i pastroj nga lëkura, sepse fëmijët preferojnë që t'i kafshojnë direkt dhe nuk duan që t'i kafshojnë me lëkurë, sepse sosi ose salca me të cilën unë do t'i ngjyej i mbetet thjesht lëkurës dhe pjesa brendshme nuk merr atë shijen e sosit. Për këtë arsye unë i pastroj që kur t'i kafshojnë të marrin dhe shijen e erëzave me të cilat unë i kam marinuar. Si që shikoni dhe në video, e kapim në një cep të lëkurës së pulës dhe me një thikë që është e mpret, thjesht e shtym duke e prerë nga pak. Pra nuk është e vështirë për t'i pastruar të dashur miq, është shumë e thjeshtë. E kapim tek cepi i lëkurës, siç e shikoni, dhe me një thikë të mpret, pasi e presim pak, thjesht e shtym. Pra e shtym pjesën e copëzën e mishit. Lëkurën e mbajmë me dorë, kurse pjesën e mishit e shtym dhe në këtë mënyrë pastrohet shumë kollaj duke u rrotulluar, si thua mishi, pastrohet nga lëkura. Për tavën kam përdorur një shumëllojshmëri perimesh të prera në kubik të vogla, por kjo nuk është e thënë nëse nuk e preferoni patlıgjanin apo specat në tava, mos i shtoni të dashur miq, thjesht bëni me patate si zakonisht. Unë e kam rregulluar me erëzat e preferuara, rigon, piper të kuq, piper të zi, krip, pak salcë, gjithashtu dhe një thelbi hudhër. Salcën e kam holluar me pak ujë dhe e gjithë masa, pra që do të futet në furr, vetëm kaq ujë ka, saqë shikoni në këtë enën ku kam holluar salcën. I kam shtuar 3 lugë vaj, i kam hedhur dhe salcën e holluar me pak ujë, e kam trazuar mirë dhe e kam shtruar poshtë krahëve të pulës. Si që thash, nëse nuk i preferoni patlıgjanin apo specat si gjell në këtë mënyrë të përzjera, mund ta bëni dhe thjesht vetëm me patate. Patateve mund t'i hidhni pak salcë, nuk është e thënë, po mund t'i bëni dhe thjesht me krip, vaj dhe erëza. Masa e poshtme do të dali si gjell të dashur miq, do të lëshojnë dhe perimet atë lëngun e vet, kurse pjesa e sipërme e krahëve të pulës do të dali si e pjekur në furr, sepse do t'i lëmë komplet që të gjitha sipër. Si që shikoni, dhe krahët e pulës i kam rregulluar me erëza, i kam shtuar erëzë më tepër vetëm erëzën curry, i kam shtuar një thelbi hudhër dhe këtyre ju kam hedhur pak salcë speci dhe i kam trazuar mirë me dorë, derisa e gjithë masa të ngjyhet në erëza dhe në krip, si të thuash, dhe pastaj i kam rreshtuar të gjitha copëzat përsipër garniturës së gjellës. Përsipër i kam vendosur një letër përpjekje të lagur, pra është lagur me ujë dhe është rrudhosur dhe pastaj e kam shtruar përsipër që mos më digjen krahët e pulës në furr direkt. Do ta pjekim për 1 orë në total të dashur miq me 230 gradë. Pas një 35 minutave letrën përsipër mund t'ja hiqni që krahët e pulës të skuqen si duhet.
Pasi e kam futur tavën në furrë, kam përgatitur një kompost të ftonjsh. Kam përdorur 5 kokra ftonj, i kam prerë në copëza të vogla, i kam shtuar ujë dhe i kam zier për një 20 minuta pa sheqer derisa ftoi është zbutur. Pastaj i kam shtuar sheqerin dhe pak ujë. Tani do të përgatisim pilafin e bullgurit. Ka urdisim një kokër qep, i shtojmë kripën derisa qepa të zbutet pak. Pastaj i kam shtuar pak salcë speci, pak salcë domatesh, kam ka urdisur dhe salcën e specit bashkë me qepën derisa t'i dali era. I shtoj një gotë me bullgur për pilaf, pra nuk është nga i bullguri imët, është bullgur si për pilaf. E ka urdisim dhe me bullgurin derisa të marri komplet salcën dhe qepën në të. Dhe pastaj kam shtuar ujë siç e shtojmë zakonisht pilafit, 2 gota, pra për një gotë bullgur, 2 gota ujë të nxehtë. I vendosim kapakun dhe derisa t'i dalin primat përsipër, do ta lëm të ziejnë si pilafi zakonshëm. Në këtë mënyrë të dashur miq, pilafi i bullgurit del shumë i shijshëm, ju sugjeroj ta provoni. Do të përgatisim gjithashtu dhe një supë me kërpudha. Siç e shikoni, për 4 veta unë kam përdorur këto 3 kërpudha të mëdha. Kërpudhat nuk i laj të dashur miq, por i qëroj me kujdes nga lëkura në këtë mënyrë siç tregohet në video. Bishtat gjithashtu i pastroj me thik duke i prerë pjesën e jashtme të bishtit dhe i kam prerë pastaj në copëza të vogla. Kini parasysh që nëse do të bëni supë me kërpudha, do mundoheni të zgjidhni kërpudhat që janë sa më të bardha, sa më të forta. Siç e shikoni, pilafin po e kontrolloj, e shikoj që s'ka më ujë në fund të pilafit dhe e kam fikur. Dhe për supën kam shtuar 2 lugë gjalp, kam prerë kërpudhat si tregohet në video në copëza të vogla dhe për supën do të ka urdisim njëherë qepën. Dhe pasi kemi zbutur qepën, do t'i shtojmë një lugë të mbushur plot me miell. Në këtë pikë, siç e shikoni, kam shtuar sheqerin kompostos, pra e kam zier një ftojnë ashtu siç ishte. Pastaj kam shtuar sheqerin. Këtu i kam shtuar një lugë plot me miell, mbi qepën e ka urdisur dhe e ka urdisim dhe pak miellin me qepën derisa mielli t'i dal era. Pasi mendoni që mielli u ka urdis mjaftueshëm, i shtojmë copëzat e kërpudhave, i shtojmë ujin, e rregullojmë me krip dhe e lëm të ziejë të marrë val, pra derisa për një 15-20 minuta është e mjaftueshme të dashur miq dhe pastaj mund ta kaloni në blender. Kini kujdes sepse kërpudhat në përgjithësi shkumojnë. Do t'ja vini kapakun, por është mirë që t'jeni të pranishëm në kuzhinë sepse kërpudhat shkumojnë të dashur miq dhe fillon dhe derdhet nga ena ku po e gatuani dhe mund t'ju fiki sopën. Siç e shikoni, tava me krah pule është gati. Del shumë e shijshme të dashur miq, sidomos këto krahët e pulës, nga që janë të pastruar dhe nga që janë ngjyrë në salcë dhe erza dhe në pak hudhër, janë shumë të shijshme. Siç e shikoni, supa shkumon në këtë mënyrë, pra prandaj u thash që duhet jeni të pranishëm. E kam fruluar, e kam kaluar në blender. Dhe pasi e kam fruluar, i kam shtuar një gotë të madhe, 250 ml me qumësht. E kam lënë të marrë val dhe me qumshtin dhe supa është gati. Këto janë dhe gatimet e menus së sotme. Siç e shikoni, në përkupa kam servirur komposton, tavën dhe pilafin e bullgurit i kam lënë të plota për t'i servirur në tavolinë, gjithsecilit në pjatën e vet.
Për supën gjithashtu kam shkrirë dhe pak gjalp të dashur miq, e djegim pak gjalpin që sa t'i dalë era, domethënë, dhe supën mund ta shërbeni dhe me pak gjalp përsipër. Pilafin e bulgurit ua sugjeroj shumë ta përgatisni në këtë mënyrë sepse del shumë i shijshëm, pra me qep dhe me pak salcë. Këto të dashur miq dhe krahët e pulës sipër janë si kur t'i kemi përgatitur në zgar, kurse poshtë kanë atë garniturën e gjellës. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.